Ko e lashme zotin miku. Miku tash. Përshëndetje. Unë tash për ndani pak live-in I lutem se unë po I qoj këtu, po I qoj nga dy herë më duket, se në më vesh fare çfarë këtu po. Mbroma. Si jeni? Si e kalut? Qirat janë të dëshy. Shumë mirë është fajn. Përshëndetje, si e kaluat? Sot kemi një emision shumë të veçantë, pasi kam një ftuar special. Dhe mendoj që historia që do tregojmë sot, mendoj që do të frymëzoj jashtëmase. Po presim një 2 minuta. Mirëmbrëma Picasso, mirëmbrëma Gjergji, përshëndetje Astra, Adri, si të kam zemër. E lexova mesazhin, është okej. Esi, si e zemër? Drojv, si e kalove? Arbër, si të kam shpirt? Isti, si e katunarja ime? Okej. Përshëndetje Kela. Mirëmbrëma, si na dëgjoni? A na dëgjojnë gjithë? Më dëgjojnë? Ka ikë dhe zoni se jam me grip. T'kalume. Shumë faleminderit Kel që erdhe sonte në live. Është kënaqësi. Që t'i prezantoj pak të gjithë në emisionin e sotëm Besa Bes Burnesh kemi të ftuar speciale një nga burneshat e veçanta që më kanë lënë jashtëmase shumë bresa, Kelida Taraxhi. Kela, neve jemi takuar shumë rastësisht për festën e flamurit. Po. Në qendër. Por unë kam dëgjuar për ty, e di që ke bërë një 2 intervista, nuk e di tamam historinë tënde, jam shumë kurioze ta ndaj atë me këta që kemi sot, me dëgjuesit që kemi sot këtu. Mund të më thuash pak për veten tënde, nga je nga Shqipëria? Po, patjetër që isha pak zhurmë. Unë jam mirditore, lindërrit Mirdit, me mamin lezhjan e babën mirditar. Më fal një sekond, Kel. Një sekond, sa ti përthas pak çunave. Një sekond. Dori mirë është çuni. Guys,
Did I not say I'm recording? Like literally, I have to stop my work to come and tell you off. Përshëndetje, fillojmë Omi, me fillimi. Kela më fal edhe një nga fillimi, s'ka mund gjë. të prezantohesh për këta që po na shikojnë. Unë jam mirëditore, babën mirëditor, mami lezhiane, edhe jam lind rrit, kam marrë shkollën e mesme në Rreshen. Në Rreshen, në çfarë viti? 2002 kam marrë gjimnazi. 2002-shin. Si ka qenë jeta për ty në Shqipëri deri në 2002-shin? Ti ke përjetuar, besoj, to vitet e rrëmujës në theshtatën e këto. Po e kam përjetu, kam qenë në shkollë të mesme, edhe ka qenë e tmerrshme. Tranzicion, përgjithësi gocat në atë kohë nuk iknin as në shkollë të mesme, i marrin shtëpi, sidomos nga ana jon, po kam pas fatin që kam pas prindrit liberale dhe kam pas besim tek unë, edhe kam bërë shkollën e mesme, shkollën e mesme të përgjithshme në Rreshen. Pas shkollës mesme, kam konkuru për mjeshtri sportive volejboll edhe për institutin e policisë. Kisha fatin me fitu shkollën e policisë, kam bërë një vit në Sauk, pastaj kam bërë 3 muaj në Lezhë si punojse policie, edhe u fejova gjatë shkollës. Një sekond. The që ke punuar si punojse e policisë. Po, Ke punuar në çfarë viti ka qenë kjo? në 2003 në Lezhë. 2003, na kishe shumë vajza policie në ato kohë? Jo, s'ka që shumë goca policie. E sa ta ishe në Lezhë ti policia? Vetëm një ka qenë të pasaportat. Ishe dyta. Ishim kështu të thy tabu, se kam natyrën time që të shkoj kundra rrymës, se i tabu, në njerëzit aty që mendonin që njerëzit s'duhet bë, unë do e bëj. Okej, po si ishte t'ishe firma e vetme police në Lezhë 2003-shin, se ishin dhe kohë të vështira, kupton? Do të tregoj i gjoje në radio. Ej, ka ardhur kjo bjondja. Belen vitrin dreshin sa është e pashme. Atë merrni Ishte seriozisht? Nuk do t'i tregoj gjitha se pastaj ngila nder. Kam pa bërë shall. Nuk Të vetëm në një ishim pjesëme. lea drit. ë, ë, Nuk të merrshin seriozisht, por kur kam tregu, sepse po tregove njëri, tregohen njëri me ty. Ishte shumë e çuditshme për natyrën e shqiptarëve që femra nuk ishte asnjë lloj të drejtë e tishe ti, drejtoje meshkujt. Me atë lloj karakteri që kemi ne me shqiptarët, më kupton, edhe ti t'jesh me atë uniformën që t'jep forcë, t'jep dinitet, t'jep power, kupton? Po, ti fuqi. Edhe momenti që ti aty përballesh me ata, kupton? Po. Ishte një rast, do të tregoj një rast që ta kuptosh. Erdhi një çun edhe nuk kishte rrypin e sigurimit. Po. Edhe momenti që e ndaloj, ishte me fëmijën e vogël, s'kishte as fëmia rrypin e sigurimit. Edhe i them, të lutem për shëndetin tuaj, për jetën tuaj, sigurimin tuaj, vendos rrypin e sigurimit. Me që je me fëmijë në makinë, unë nuk po të ndaloj të vej gjobë. Të uroj ditën e mirë. Gjithë Lezhën kërkonte ku është ajo që ishte kaq e sjellshme, kupton? Edhe donte gjasme më respektue kështu. Sikur ka qenë në atë kohë, ose njerëz që venin lek te letrat që blenin, po e kisha me pasion, e kisha me dëshirë si punë, edhe nuk blihesha as shitesha. Besoj që emrin tënd duhet ta mbajnë mend akoma sot e Po, kësaj. dhe sot. Edhe sot. Po ka qenë ndër pjesë më të bukura të jetës time, një ndër pjesë më të bukura të jetës time.
Ç'a ndodhi pastaj Kela? Ti u largove nga Shqipëria në ç'a viti u largove? Në 2004. Në 2004, ç'a ndodhi? Për çfarë arsye u largove? Nuk të pëlqeu jeta në Shqipëri? Ndodhi ndonjë gjë? No, unë u fejova, u martova me babin e Alonsos. Okej. Dhe erdhët Edhe bashkë. ai jeton të këtu edhe unë vendosa të shputesha. Nuk e kisha me dëshirë të shputesha, po kështu ishte koha, momenti, situata. Dhe çfarë ndodhi kur erdhe këtu në Angli? Si tu duk Anglia kur erdhe në fillim fare? Nga një njeri që isha me shkollë, isha me potencial, kisha një lloj force, kisha një uniform që isha krenare për ta, erdhe një njeri që u mbylla në shtëpi. U mbylla në shtëpi edhe nuk më pëlqente ushqimi, nuk më pëlqente koha, era, lulet, njerëzit, asgjë, nuk bëti përshtypje, nuk e doja absolutisht. Zero. U mbylla mrena mureve, s'dija gjuhën, kisha ardh një vend që se doja, nuk e doja as pak. A Pastaj ishte malli se zjo me mbrëmë. kishe njerëz të tjerë këtu në Angli apo vetëm babajnë e Alonsos? Ish, ishte babai i Alonsos me vllajën edhe me nusën e me fëmijët, ishin njerëzit e atit, kurse unë s'kam pas absolutisht asnjë lloj njeriu timi këtu. Ti ke qenë vetëm fare. Sa vjeç ishe? Vetë. Ë 20. 20 vjeça. Oh. Okej. Mornica trupit, 20 vjeça vetëm këtu në Angli ti. Sa vjeç kur lindi Alonso? Alonso lindi pas 2 vjeç që kam ardhur këtu. Isha 22 kur unë u bëra me Alonso. Ë Ka qenë gjëja më e bukur në botë kur kam marrë testin në shtatzanisë dhe e kam zbulu që jam shtatzan. Edhe për fat keq nuk e tregoja derisa isha 3 muaj shtatzan. Tregoja se isha, po fluturoja nga gëzimi. Më kupton? Edhe kur bona takimet e para, zbulova që Alonso nuk ishte mirë me shëndet. Okej. Më kërkun që ta hiqja, po ishte gjoja që do më nxjerrte nga shtëpia, ishte diçka që do ishte e imja, ishte diçka që do më jepte forcë për të qenë punë, për të studiu, sepse vetëm 4 muaj kisha në atë kohë. Nuk du ta prek shumë atë histori sepse është prindi Alonsos edhe nuk pëlqen ta diskutoj, por që nuk kam pas një marrëdhënie të mirë. Juve jeni akoma bashk? Jeni ndarë? No, unë babi Alonsos jemi nda prej 16 vitesh, Okej. diçka pak më tepër. Si e ndikoi marrëdhënien tuaj kjo? Tash nuk dua se edhe vetë nuk do të futesh në detaje, po normalisht që e ka ndikuar marrëdhënien midis Kur jush. gjatë shtatzanisë nuk e kisha mbështetjen, ashtu sikur e meriton çdo femër ose çdo fëmijë. Edhe isha vetëm dyre spitalit pa anglisht. Ti e din, s'dini mas me gjetë autobusat se ishe me hartat e mdhaja, nuk ishe me telefona. Ishte vështirësi e madhe. Deri në zë, Ishte e mbaj vështirësi mend. edhe do gjeja spitalet, do komunikoja, do vije përkthyesi, kam pas një përkthyes shumë njëri të mirë, jashtëzakonshëm, po më vinte të turp, isha e vogël, e pa eksperiencë, e pa ditur. Edhe kur zbulova që Alonso ishte i smur, më dhan një lloj do ta hekësh apo do ta mbash, të lloj kuptimi, kupton? Nuk pranoja gjallë në botë me herë. Shëndeti i Alonsos, pastaj, ndikoi në marrëdhënien tonë. Jo se ishte ndonjë kush e di se çfarë, po ndikoi më tepër. Edhe s'po përballoja dot, një fëmijë smur,
pa mbështetjen e askujt, edhe një partner xheloz, fanatik, kon që kontrollonte, që ishte i lumtur me asgjë. Se përballova dot, që mora çunin dola në shtëpi time, ku jam shumë falenderuese këtij shteti, se ishte mbështetje e madhe, përkrahje e madhe. Nuk e imagjinoj Edhe dot Kel, nuk e imagjinoj dot Kel, më fal që po ndërpres, edhe për shikuesit, nuk e imagjinoj dot se sa e vështirë mund të ketë qenë për një vajzë kaq tre në moshë, vetëm fare fillikat, të dali, të marri forcën, të dali nga një marrëdhënie që po e mbyste, që të gjej pakës lumturi për vetë dhe për fëmijën e saj. Do të thënë një forcë e paparë këtu. Unë nuk e imagjinoj dot, domethënë. Ira është një që do t'i lidh edhe me historinë tonë. Është diçka që njerëzit rrinë marrëdhënie për hatër të fëmijës. Më beso, Lira ishte shumë i vogël. Më beso, kur unë kam dalë në veti dhe ra qetësi shtëpia, çuni ka qenë më i lumtur se kurrë. Edhe kam një foto që e kemi bërë të dy pas ndarjes, edhe e kam të vumë këtu sipër, edhe ai po mputhte mball, edhe unë atë foto e kam bërë tatuazh. Sepse Zemra. ishte shumë i lumtur, sikur po më thoshte faleminderit, sepse përtej asaj që po përjetonte me shëndetin e vet, ishte edhe ajo E stresi. zhurma, stresi, problemet në shtëpi, që s'bën as zgjedhjen e duhur për të dy ne. Si ka qenë Ishte rrugtimi? zgjedhje. Për të shkruajt historinë dhe rrugtimin e Alonsos është vite të tëra. Po du të shpus disa detaje për të kuptu pak a shumë se sa e vështirë ka qenë që nga lindja deri tani që po flasim, që muin tjetër bëj 20 vjeç. Mashallah, e pash me jetë. Kur linda, ma morën çunin, momentet e para e kam pa vetëm një sekond, sa e kam prek pak. Edhe ma kanë marrë nga durët nga një spital te një spital tjetër. Isha në UCL Hospital, edhe më kalun çunin te Great Ormond Street Hospital. Edhe unë isha e bo me operacion, sepse nuk ishim duke humb jetën të dy bashkë, e ndryshe nuk do shpëtonin. Unë kam shku e kam taku Alonson pas 3 ditë. Nuk e kam njoft se është fëmia im, se ishte dobësu, edhe ishte mes xhamave, e ishte mes tubave, edhe lëkura kokës i rrite nga presioni i serumeve që i kishte vendosur. Dhe vetëm të fusja dorën te xhami për me prek pak lëkurën. Më thanë në fillimet që ky do rrije vetëm një operacion, do shtyhen zorë të futen te barku, çdo gjë do shkoj mirë, do rrihet disa ditë në spital edhe do dalim. Ishte krejt e kundërta. Nuk ishte as pak ashtu. Kemi nejt 11 muaj në spital. Për 3-4 muaj unë jam mundu të mësoj gjuhën, që të kuptoj doktorat, sepse nuk i kisha të pranishëm për këthysin sa herë doja unë edhe s'po kuptoja se që po ndodhte me fëmijën tim. Ka qenë diku 6 muaj kur e kam kap për herë të parë në dorë, në krah. Qumshtin e gjirit doja t'ja jepja patjetër që t'isha atë lidhje shpirtërore me fëmijën. Edhe 12 pika qumër zhiri ju jepshin gjatë gjithë ditës. Nuk e pranoj trupi atit, nuk e mori për kohë gjatë, po e di se ka pa nga shpirti im kështu. Si në nonat jemi kështu pak lidhur. Edhe kishte vështirësi operacion pas operacioni, disa herë e kanë lënë në tovolinë për të vdekur. Fatkeqësisht duam apo s'duam ne kanë bërë eksperimente. Por eksperimentet e tyre, pavarësisht se bien shumë keq në veshin e njerëzve, eksperimentet e tyre e kanë bërë që ai të jetojë sot.
Ë, kur ishte 11 muaj, e ka marrë për herë të parë në shtëpi. Ë, e ka marrë vetëm 2 ditë. Ë, e ktheva prapë në spital se se përballoj dot. Pastaj, prej vështirësive të mëdha që kishte, mu dosh se të mësoja me i dhënë serume, sepse nuk e përballonte ky të ushqesh. Do mësoja, do bëja kurse, ishte e vështirë se s'dija asgjë, shumë mirë, kupton? Edhe do mësoja për me bë serume. Kam bë serume, se do ta përmbledh, se janë shumë vite, kam bë serume për 5 vjet. I ke Kam pas përgjigjur. frigorifer, po, kam pas frigoriferin, kam pas aparaturat, kam pas aparaturat për një tub që e futesh te huna dhe ushqesh, edhe serumin që tubi ka në zemër, edhe ushqeja me serume që këta e manin jetë, sepse ky nuk hante. Lonca për herë të parë ka fillu me hangër 5 vjeç ushqim. Edhe pas 5 viteve, ky nuk kishte më rezistencë të venave në zemër, s'merrte dot më serum për një kohë gjatë. Edhe vendosim që ta fusim në listë për transplant. Transplanti ishte shumë i vështirë dhe nuk kishte studime të mjaftueshme për Greater Maastricht, nga që është spitali më i mirë i fëmijëve Po, në Angli, nuk pranon ta bëjë një operacion të tillë. Më japin një zgjedhje që ta majt kështu që unin të jetoj sa të jetoj, apo të bëj ta çoj te një spital tjetër që është një lloj eksperimenti për të mësuar për jetën e djalit. Një ditë ma tepër për mua është shumë, edhe do provoja çdo lloj guri, çdo lloj druri, do prekja te tokën e qiellit. E transfermom, kemi prit për një vit e gjys për transplantin. Gjatë pritjes, një ditë bukur, i kam park me qunin, po lozte, ishte zbath, me çorape, në park, edhe e ma mend dhe venin ku ka qenë. Në Aleksandra Palajs, te një pjesë e barit, dhe ky e vjell jeshil. Në ato moment, unë kam marrë taksin edhe kam ik direkt spital. 20 minuta pasi unë jam futur ndër spital, Alonca ka rënë koma, nuk ka pas fare oksigjen në gjak. Nëse e keni pa në për filma, atë aparaturën që bë bip, vine drejt, unë e kam pa të fëmija im. Kur ja prisnin rrobat me gërshër, më shtynin, nuk ikja, nuk dilja, edhe i bjen një nga çorapet, e ka pas një çorapet kuqe me blu. A çorapen e kam dhe sot, e maja në çantë, që gjithkohës. Nga aty kemi kalu në Great Ormond Street, dhe Alonso ka nejt për një kohë 6 mujore në koma. Ku ishte, nuk e di se ta shpjegoj shqip, sepse ku asnjë lloj organi i këtij nuk funksiononte, nuk punon, dhe filloi mungesa e qarkullimit gjakut te durët, te gishtat, te kamët, nuk funksiononte absolutisht asnjë lloj organi. Do bënin dializë për ta marrë gjakun nga njëna venë edhe për ta kalu te tjetra për ta filtru, nuk funksionun venat. Marrin doktorat, psikolog, prifta, që qa gjetën aty, ma mushin plot dhomën me doktora. Kam pas një bluz gri me kapuç. Më ka humbë memoria, po ca gjana, ca detaje i kam shumë. Nuk mbaj mend çka ka bënë sonte, po këto detaje nuk më humbin kurrë. Isha me flok lidhura dhe kisha, po i shikoja gjithë kështu me vëmendje, sy, kokrën e synit. Edhe më thanë mu, djali juaj nuk ja del. Keni një gjysmore jetë. Mund shkosh edhe ti thush lam të mirë.
I thash unë një tu ngrita shqiptarqe, se më dha një flet për me firmos, me fik aparaturën, me marrë kohën time me i thënë lam të mirën, me puth edhe ta me fik aparaturën. Unë i thash e hedhi spitalin në ajër, i ve zjarrin. Unë nuk ka shanse me firmos absolutisht asgjë. Nuk kam gjë tjetër për me humbë. Ky është gjithçka që kam. Babi Alonso se firmosi, kurse unë jo. Edhe kam dal nga ju kam thonë do vdisni gjithë para Alonsos. Kam dal nga dhoma, kam puth Alonson te kokat e komët, i kam tregu se sa nevojë kam për ta. Edhe kam dal se e dini gjithë familja që si është gjendja e Alonsos. Një infermier që mu lëriste hajde se do hike pa qenë ti këtu, thash ti do vdesësh para këtit. Edhe i futa një kështu përshëndetje nga ekrani, se do ta dramatizoj. Ne jena shumë mirë, në unë do të po ju tregoj historinë t'jeni të fortë. Kam dal, kam fol me babin. Rakel, është dhe me thënë halal të bof zoti. Kam dal, kam fol me babin lirë edhe e pyeta babi, më pyti babi. Bab tha ç'a do me bë me trupin e tit. S'ka vdek, i thash mos çani njeriu. Për zgjalli, s'ka vdek, s'ka me vdek, është i imi. Shmirtitori, tha e babit tu. Edhe spitali mundsoi mamin për të marrë mami këtu. Lira me mendoni njerëzit se isha e shmendur. Unë nuk kam qenë e shmendur, unë thjesht e kam kuptu gjendjen e fëmijës tim se më do aq shumë dhe s'më lën vetëm. Kaq. Unë e kuptoja se unë edhe fëmia im, unë e ndjeja para se smuesh ai. Unë e ndjeja se sa i smur do i bëhet, unë e ndjeja se do t'ja dale. U kupton? Edhe të më thoni gjithë bota se do vdes, nuk e besoja. Jo se është ajo forca e nonës që e se pranon këtë gjë. Por e ndjeja, nuk di t'ja u shpjegoj. Kishe këtë dinjen e gjashtë, të sensin e gjashtë, të gut feeling. Pa, edhe më erdhi mami, në atë kohë, djali nuk ishte qarkullim gjakut e gishtat. Filloi ju nxin gishtat, ju për gjak goja, doli gjua jashtë, u transformu, nuk u njifte për njeri, edhe një fije flokut ja prekshe, dilin sërume nga ai. Në ato momente nga ai bebi bukur me ato doçkat e bukura filloi më humbi gishtat e dorës. Në fund fundit s'është asgjë para jetës tij. E kaloj. Ja hodhëm. Se prista si njeri. Edhe du të falenderoj se kam pas ca shkodrane, ca njerëz fantastik afër vetës që s'kalon vetëm as një minutë. Halal e bof zoti. Se flinin tokë me mu mjes drejt darkë. Nuk e di, ca njerëz nuk ja u shpërblej dot. Dolem nga spitali, kishte probleme me presionin gjak, me analizat, me serumet, u kthy prap në serum mos më hangër. Erdhi një moment ku erdhi momenti i transplantit. Ky se kishte marrë veten akoma. Lira nuk e kishte marrë veten akoma. Me kanë rrethu 3 ambulanca. Okej? Unë jam shastis, kisha vetëm 2 orë që kisha dal nga spitali. Dhe më thanë, transplanti. O zot, mendoja se ky nuk ishte aq i fort për ta përballuar. Ishte mixed feelings, i thojnë ishte vdek i fëmijë për me mi dhënë jetës fëmijës tim, nuk lutesh dot që ta shpëtosh fëmin ta. Nuk lutesh,
është të rëndë, nuk je njerëzore për ta bërë diçka të tillë. Po. Sa do ti thu për fëmijën ta të du gjallë, po për të majtë të gjallë do ishte një tjetër. Edhe fatkesisht jeton me një pjesë, një fëmijë që unë nuk e di kurrë se kush është. Jam ja lut Zotit para operacionit sepse operacioni ishte shumë i gjatë, isha lodh prej mujsh tëra që kisha në spital, që vetëm flia gjumë kur bëhesh transplanti. Kam flet 8 orë, që zbova ki dhe sot me flet 8 orë, kam flet 8 orë. Në herë, Zoti edhe në nature apo e din se çka ke nevojë. 12 orë operacion. Pasi u zgjova shkoja rria vetëm te dera e sallës operacioni, nuk lejohet, nuk lejo. Por më jep një lajm si ka fëmijën. Doli operacioni me sukses. Pas 12 orësh, doli operacioni me sukses. Kemi nejt prej disa kosh, e mori veten shumë shpejt, shumë më shpejt se fëmijët e tjerë. Mami ju jepte lang lakash, lang groshe, si nëna tona. Flerës doktorave. Kupton ti tash? Se mami ma sollë këtu. Edhe 6 muaj, se po e më përmbledh se kemi shumë situatë. Merr kohën tënde 6 muaj ke kosa pas duhet. transplantit, djalim ishte kancer në zorë. Ja. Atë lloj momenti, domethënë atë lloj momenti, se më thanë mu që bën një test, po unë i lexoj njerëzit në sy, sidomos për shëndetin e fëmijës tim. Edhe nuk do im tregu gjasme, me kupton? Po. Edhe i thash unë, e ka apo se ka qyma, kancer. Edhe, kur të vish këtu flasim nga afër, po tash ti e ke dhënë përgjigjen. Edhe unë isha në spitalin e Baranit në atë kohë, dhe do transformoheshim ke spitali i King's College Hospital. I thashin, e kishim marrë vesh gjitha infermierët e Barnetit, edhe lexova fytyrat e gjithave që ju kishte rënë gjithë fytyra. Edhe sepse ky nuk përballon kimo, trupi i këtij nuk përballon kimo për faktin e transplantit. I kam pa gjithë në sy, po s'doja qaja para çunit. Edhe i thash kam nevojë të ikit marr ca rroba. Nuk e maj mend si kam arrit shtëpi. Se maj mend. Nuk e duta. Jam nalt te një kafe në Whetstone, edhe ishin ca burra, çuna shqiptarë që më shihnin për ditë, e kishin pasur që unë e kam me problemi i gishtave, problemi i tubit në hunë, dukesh. Edhe u dukesh e fëmia, edhe kishin frikë me mpyt, sepse nuk më naleshin lot, kishin frikë me mpyt a kam çunin gjallë, se po më shikoni vetëm, edhe mos ndalonin lotët. Edhe a ke nevojë për diçka, më thonin mu? I thosha unë jo, s'kam nevojë për asgjë. Po çunin pastaj se po jepja dot përgjigje. Po çunin si e ke? Spitali thash. Momenti që e kupton se e kam gjallë, se e mora frym. Kam ik shtëpi, kam marrë rrobat, kemi hik spital. Në atë kohë, Lira ka qenë një ndër më të vështira të jetës time, sepse unë kam shpenzu 3 vjet spital. 3 vjet. E vetmja gjë që na u dukte gjë e madhe ishte kur ne ndronin spitalin prej jug të Londrës me ardhmë veri të Londrës. Kur është bë 100 vjetori i spitalit King's College, Alonso ka qenë pacienti që ka nejtë më gjatë në spital. Edhe i ka dhënë për me ngrit flamurin e spitalit. Alonso ishte i jajtun, i smur,
Ishte në karrocë, nuk hecte. Po kemi gjetë njerëz të mrekullueshëm, shumë të mrekullueshëm, ato infermierët, mm, ata fëmijë që kishin muj të tëra që shpenzonin me ne, rrinin gjatë gjithë kohës, bonim dyqane, bonim organizime, bonim ah, ishte ishte si shtëpi e vogël e jona. Krishtlindje pas krishtlindjeve, festa pas festave, ditëlinje pas ditëlinje, dyrve të spitalit, me lek pa lek. Uh, Gjatë gjithë kësaj kohe ti nën e vetme. pa, s'kisha njëri. Në momentin që e futën në operacion, nuk më dhanë shpresë për jetë fare. Zero. Ishte vetëm provë. Sepse unë luftoja, i thoja unë si mund vendosni ju pa e bë provë, si mund më jepni mu këtë lloj përgjigjesh. Po, Lufta e korridorëve të mia të spitalit, se nuk se s'kam ram spital atje për vete në një fraks se marr vesh. Se si s'kam ra në i burg, nuk e marr vesh, po e di se ja kam dalë me sukses. Uh, Erdhi një moment që po lodheshim, edhe të spitalit, edhe ne, edhe bëj një ndërhyrje ku doli shumë me sukses. Edhe ne përfunduam prap të serumet. Por isha e gatshme të bëj serume akoma në shtëpi. po, Kisha, se atëherë që ishte i vogël, ju bonin edhe deri shumë vonë janë boj ilaçet me shëringa. Veja 12-13 shëringa ilaçe në një kohë, në gjesë, në drekë, në darkë. Ky pastaj ka pas edhe qese, që dilte në banjën qese. Lira u zgjoja 9 herë në natë duke ndrru krevatin, qesen, laqunin, doja me flet gjumë, vuja për gjumë. Ishte gjoja që kam vujt prej vitesh. Uh, Pasi e mori veten këto 3 vitet e fundit, dilnim, rrinim ma shumë spital se në shtëpi. Çdo fundjavë, momenti që dilja, rria 3-4 javë, dilja për spitalit, 5 ditë, 4 ditë. Erdhi një moment që amoniaku në gjak sulmoi Alonson. Në një ditë, duke folë në për shtëpi, ky po fliste qartasi. Përsërite emrin e vet 30 herë. Nuk më njihte, s'më thete përgjigje. Thoshte vetëm Tottenham, Tottenham, Tottenham. Aty mendova se pakten e kisha me gojë, me dorë. Kupton? po. E kisha shokun tim tjetës, imagjino, nuk më njifte, ishte gjoja që më trënditi. Mora ambulancën, e dërgova në spital. I ikën sytë, i ikën marrja, e humba për momentin, më nxorën nga dhoma. Aty mendova se vërtet e humba. Aty urzova. Uh, Pas disa shërumësh i dhanë, e mori vetën, por do bëja analiza gjaku çdo ditë. Çdo ditë. Do kontrolloja. Se nëse e kishte më lart, ma mytte, ma lshonte në koma, nëse e kishte më poshtë, më humbte memorin, më shkonte në koma. Domethënë isha një vit kuqe. Ishte një moment që s'po e mani më nën kontroll. S'kishim më kontroll ndaj shëndetit, çunit, edhe vendosim ajo pjesa ku unë kisha edhe TikTokun afër. Gjatë gjithë kohës kanë qenë vetëm, atëherë kisha edhe TikTokun afër. Aty ku shqiptarët, se Anglia më kishte njoh më parë, Anglia më kishte njoh se kam qenë te 10 Downing Street, Anglia më ka njoh se kam raised money for children, kam dalë në gazeta, kam dalë te BBC-ja. Shqipëria më njofti gjatë kohës TikTokut. Uh,
vendosa që t'i bëj operacionin, sepse kur kanë bërë transplantin, ishte pamundur të lidhnin venat, të mëlçijat, filtronte gjakun, uh, filtronte gjakun që mos amoniaku mos të dëmtonte trupin. Më kupton? U bë operacioni i parë. Ata mendun se e bon suksesshëm. U ktheva në shtëpi, momenti që u ktheva në shtëpi, ata nuk kishin lënë që zorra dale. E kishin mbyll operacionin, gabim. Djali u fry bark. Mora ambulancën, ambulanca nuk më erdhi. Edhe nga ai moment filloi një luftë e papame, ku unë 6 muaj më shumë e kam pas në koma, se zgjuar. Kam pas me firmos dhe operacione të ekstrem vështira, se kisha dhe Xion këtu. Unë e kam natyrë dhe s'di me qajt, po është shumë e vështirë me qajt. Po Xion ka pa, TikTok-un ka pa duke qajt. Jo se jam me dobët, po jam njeri. Edhe jo se nuk di qaj, se njeh jastiku, po kam eduku vetën që mos qajnë syt fëmijës, sepse po u tren fëmija, me hik, nuk ka forcë për të luftu për jetën e vet. Edhe jo se kam falso, po qaj palot. Në momentin që u kthym prap në spital, kemi bë 6 muaj. Operacion pas operacioni, pas operacioni, me 2 qese në stomak, me gjithë ato tuba, pasi lloj shprese për jetën. I mungonte një tubë në zemër, e kishte, po i kishte lëvizë dhe nuk i punonte. Më kanë bë se ishte në koma dhe do ta bënin operacionin kur ky ishte në koma. Kanë bë 3 orë me lëviz prej krevatit të spitalit me vun krevat të ambulancës. 3 orë eksakt. Kam hyrë te doktori, jo do vem unaz, jo do vem këtë, jo do vem këtë tubë, jo do bëjmë këtë. Asgjë që më thonin, nuk më jepnin shpresë për jetën e tij as një minutë. Se ishte pa forcë për më përballu forcën operacionin. Ma jepte letrën me firmos edhe nuk doja me firmos. Edhe ma men atëherë kam bëj një video, kam fol me një live, më thirrën te një live. Nuk e maj mend se çka kam thënë, vetëm se kam qajt shumë. Po dhe kjo më ndihmoi sepse u lirova. Kur u futa aty dhe firmosa atë letër, se kjo është tik me 2 presa, se ti mundon që ti të bë më të mirën e mundshme, e ti të firmos jetën e një fëmije në dur të doktorave që ti nuk e di se a kthehet më, a e puth më të ngrohtë apo jo. Më vjen një infermiere edhe më thot, Alonso s'mam, duhet me puth Alonson tani, sepse ti nuk ke shpresa që ky fëmijë del më. Është thjesht një eksperiment që po bëj. I thash unë, bëj punën tate se timin e bëj unë. Se kur e puthon fëmijën tim, është problemi im. Hajt shnet. Sepse nuk doja. E kishe vendosur ti që ky do rritu me mua dhe pik. Eksakt. I ka futa në kafe. 5 orë. Kanë qenë 5 orë, kam pas shumë orë tilla, pa ajo 5 orësh, sepse po më humshi shpresa. Vërtet po më humshi shpresa, se ku ishte i gjalli flisja, domethënë ai gjalli ishte po s'më gjonte, nuk komunikoja dot as me sy, as me fjalë, as i thoja që kam nevojë shumë për atë. Më kupton? Mu dukte sikur po të më gjonte, po të flisa me të, po ta shikoja, do t'i jepja atë forcën e nënës edhe ta përballonte këtë operacion. Kam pi kafe edhe
E kam në telefon spitalin e Great Ormond Street, gosh. Është, o zot. Po, Duk- zgjosh. Kur mra telefoni, thash, do dal nga kafja se do le nam, se do qaj. Po, Në kupton? Se mendoja se ishte më tepër se 5 orë. Mendoja se do ishte më tepër, sepse ishte ndërhyrje shumë delikate dhe thash këto që e kanë marru ka shpejt. Si që shpejt 5 orë, po shpejt me atë që mendoja unë. në krahasim me 13 orët e para, Pa, ishin shpejt për ty. edhe ajo telefonata kështu. Mom, everything is fine. Ti futi qamë unë me të madhe i herë për i qefit. Edhe një nga Do me do... gëzimi. Unë qajta së qajta, mirë që dola nga kafe më smelon na. Uh, nga aty jemi këthy të spitali. Uh, Lirë ishte kalb kurrizi, ishte nxi, s'kishte vend, nuk e bani më operacionin me qepi, me pas pena, gjona vetëm me ngjitës, me glu. E to ngjitse kaq i trash në për trupit ti se nuk lidhte më, nuk kishte më vend. Një moment del nga koma, me dhimbje, me përpjekje, me stres. Uh, shef, shef Noizin, zotëria, ka ardhur Noizi në Angli, thot. E shikonte ku kishte koncertin. Mam është 25 minuta nga unë. Mam, po a kam lan njëri pa i shkrujt më i mirë. A e kam lan njeriu pa shkrujt. Ku ngrit njëri se nuk pëlqen me thonë emra se nuk e di se s'u ka marr leje. U ngrit njëri dhe për ty kel për Alonso, për i gjysmë ore e ke aty. Kanë ardhur 7 çuna, po ishte pjesa e fundit Covidit ku nuk lejoheshin shumë njerëz. I thash unë e kam kthy spitalin për mës, që lirat e manin për krahësh për me ndru, a kupton? Po, Edhe së rrinte ulur as ngritur as kur ky u ul duke prit Noizin, s'veshte dot as rroba se ishte i mbushur plot me tuba, kur erdhi Noizi, se kjo ka qenë problemi më i madh se njerëzit mendojnë se çdo gjë blehet me lek, o nuk blehet me lek çdo gjë. Nuk blehet. Kur unë e çunin time kam pa atë ulur, të lumtur, gëzonte, edhe kanë ardhur dhe doktorat janë shoku fakti që ky fëmijë e ka pas kurrizin të nxim mish, edhe po rrinte ulur nga gëzimi dhe fliste me Noizin sikur s'kishte asgjë, po, u ma ngritin kom. Se kostojnë lumturia të ngrin kom. Kam pas mbështetje të madhe, se unë e shoh gjithmonë gotën gjysmë plot, jo gjysmë bosh. Pas mbështetjen e madhe të këtyre njerëzve që s'më kanë njoft, kanë ndihmu emocionalisht, nga ana ekonomike, se du ta përmend dhe këtë histori. Kur është bëj operacioni, 5 orëve, më ka ardhur një gocë nga Elbasani, më ka sjell trëndafili më të bukur që kam parë ndonjëherë në jetë time, e më ka dhënë përqafimin më të fortë që unë kam pas nevojë në atë moment. Edhe këtu nga TikToku është, që marrim më të mirën e këtij vendi. E mori veten, dolëm. 2024 ka qenë një ndër vitet që unë kam shiju fëmijën tim, kam shiju jetën time, në kuptimin e plot fjalës se kam shpenzu disa muaj në shtëpi. Unë s'kam shpenzu vite në shtëpi. Unë kam jetu në spital e kam marrë në shtëpi për vizitë. po. Edhe gjatë kësaj kohe, rrëmuj, unë nuk jam ndalu. Se një javë, 2 javë që ishte mirë,
Unë kisha për të kap në i kurs, kisha me e bona i shkollën. Kisha më në Çfarë lunë. shkolle po që ma thon, po ku e gjetë kohën në shpirt? Ku e gjetë kohën me Në bona to shkollë, ku e ko, kishe pak lindjen? ko që kisha, pak ko që kisha në to në për vite, shpërndara, kam bo kurs për e në balte, kam bo kurs për rroba qepse, me mësu makine qepse. Kam bo kurs për reiki, forca e mendimit, energjia e trupit. Uh, Pastaj ju futa ndërtimit, Jo që e kam futi bona fare të ndërtimit. Shiko se ty të vjen dorësh për para për ndërtime për gjëra, se unë shikoj aty në TikTok që merreshe me shtëpinë, me gardhin, me këto, me baçën, o, lira, po jam rrit katunën atje të bo tulla me gjyshin. edhe unë me thënë drejtën katun jam rrit, edhe unë tulla me babën po bëj. Uh, Isha videot e tua, po ka dhe kjo si unë thosha unë, se edhe unë bëja domate dhe kam mbjell i fik, i arr, i dardh, i moll, i pjesh, i kumbull. si jam i ndal, si jam ndal edhe me këto perimet, pulat, se Po, përpara më ka njoft Kela Alonsos, Kela pulave, Kela kopshtit, Kela patateve, tani jam Kela e ndërtimit, ajo e tullave. po këtu në ndërtim tani, ndalojmë pak se ti që do thyje tabu që kur dole nga barku i mamit të e morën vesh. Pa, Që që do do i bëre këto të spitalit të anglezëve të flisin me vete, këtë e dinim, edhe këtë e pa, pa. kuptuam. Se pa forcën tënde nuk besoj luftën që ke bërë ti, domethënë literalisht i ke shpëtuar. Mos kishe qenë ti ai fëmijë që kishe pasur kurrë asnjë asnjë Ma lloj kanë shpëtimi. thonë, ma kanë thonë doktorët, infermierët, ma kanë thonë, ky e ka zgjedh nonën e vet para se të vinte këtu, edhe ka ditë ka më zgjedh për me jetu. Nuk po shtoj më asgjë tjetër se pas ka thënë fiks fare. Pas ka thënë fiks fare. Para Ora, se të alo, kaloj të ndërtimi, do të ndaloj ke këto nona që kanë, se unë i kam pas shumë, edhe më vjen shumë keq se i kam lënë mas dore se jam marrë më me live se jemi kuptu pa fol. Kemi qesh pa qesh, kemi qajt pa qajt. Edhe unë nuk jam heroin, unë ka bë detyrën, edhe shumë nona si unë po bëjnë detyrën. Edhe po dorëzohesh dhe po qash, detyrën po bëjnë. Ne jemi njerëz ndryshëm, me forca ndryshme, përballojmë njëjtën situatë ndryshe, edhe unë nuk jam më e mirë se ju, apo ju më mirë se unë. Jepni më të mirën e mundshme tuaj, dhe kjo është e mjaftueshëm. Uh, Fel që je burnesh, je burnesh, nga njerëzit më të rrallë që kam njohur këtu në Londër. Edhe Faleminderit. unë gjithmonë kam parë ty si burnesha e Londrës, edhe epiteti im për ty gjithmonë ka qenë kjo është burnesha e Londrës. Se je literalisht një shembull force për t'u admiruar, për t'u admiruar. Unë vetëm duke u dëgjuar historinë tënde, kështu si gjithë të tjerët që u shkrim në lot, domethënë, vetëm duke u dëgjuar u prekëm jashmase që ta kesh, unë nuk mundem ta filloj ta imagjinoj se si i ke dhënë ti forcë vetes tënde gjatë gjithë kësaj kohe. Nuk mundem ta imagjinoj dot. Lira, din kur e pret dorën e s'ta dhem del gjak, po s'dhem për një kohë se jem pime, ashtu kanë qenë unë, kanë qenë në pime, kanë qenë në për spitale do rriesha ashtu sepse po të bija unë, binte edhe ky. Edhe e ndjeja veten vetjake nëse të bija unë. Po. Ku kisha gjithë drejtën e botës që qaja, tulërisja, të përtisja, dorëzohesha, mërzitesha, po nuk ja lejoja dot vetës, që unë t'isha vetjake dhe të mendoja për veten time, duke qenë që ky kishte dhimbjen, s'po kalonte femërinë e vet, nuk kishte zgjedh vinte në këtë jetë, isha unë ajo që e solla. Më kupton? Ë Edhe a kam kalu unë problemet e mia me shëndetin tim mendor, absolutisht sa dush. Më ka rat fikt, kam pas mendoja se m'doli zemra nga vendi, pastaj panik atak, pastaj nuk du që çdo njeri, sikur e thash, e përballoj ndryshe, por nuk kam përfundu,
një lashe depresioni. Një për faktin që vetë edukova veten që mos të bëj një gjë të tillë. Dhe e dyta, ndoshta kam pas nevojë, po e dyta, kisha frikë se merr një fëmijë se më qunin nën të paaft për të pur kujdes për fëmijën tim. Kështu që nëse dikush arrin edhe merr ilaçe, që ka nevojë ilaçe, si ftyra, si koma, si truni i erë, na komandon. Truni na çon gjitha indicjet, dhimbjen, ftoftin, groftin. Ne trunin kena gjën më kryesore. Jo pompën që ne quajmë zemrën, po kemi trunin. Dhe nëse ne nuk kujdesemi për trunin ton, mënyrën ton, unë për vete ja kam dalë me libra, me meditim, me gjetë forcën të quni, të bima, të pema, të universi, të pulat, të kafshët, të dhelpra që më kishte ardhur sot prap. Diku. Dhelpra nga kap keq me ty ajo dhelpra. Ai më si ishte bë bukur si ishte arrit leshi, ishte bë si kuku. Po i nxjerr ushqim ti prandaj vjen ajo prapa ty. Më ka hongër pulat, po. Çfarë thu? Për njerë bashkë si dash. Gjithsesi, se për ta zhdramatizuar, se nuk, seriozisht është ore vonë edhe nuk do të shikoj njëri çaj, sepse se kisha një pyetje si është Alonsa dhe ju kërkoj shumë ndjes, kam shumë për jush që keni bë pyetje pafund, po nuk doja ta humbja fillin, edhe unë nesër jam ndërtime, duhet me flet. Tash ta tregoj këtë historinë që mos të ngelen. Uh, Alonso kemi bërë ca teste, kemi qenë nëpër spitale. Uh, Tubin zemër që është i 18-ti, fatkeqësisht ka lëviz nga vendi dhe nuk po punon. Ai tub që mi mori gishtat, ai tub që gati mi mori jetën disa herë, po dhe mi ka shpëtu jetën njëkohësisht, nuk është në vendin e duhur, edhe ne presim një operacion të vështirë, po jo të parritshëm. Kështu që jena nisë të atë, jo shumë të mirë, po jo shumë të keqe. Kela dhe Alonso janë të pandarë dhe jam mëse e sigur që dhe këtë operacion ju do e kaloni me sukses. Se keni vendosur të dy që kjo do bëhet dhe është kryer ajo tani. Ka marrë punë. Patjetër. Patjetër. Do mbajë gjyshe tani si të jem gjyshe e bukur. Ja mosha ti gjatë në ati, se është fort i unë ka pas shansin ta takoj Alonson, është një ëngjëll dhe një fir, ëngjëll i vërtet. Ky lira do ngelen derë se që anë ka, se e ka shpenën. Lume e nusi që do vinë derën tate, do aj fli, do aj bërë këtë qas do aj, çdo gjë të freskët, bëme nga duhet e keles. Kjo i ka duhet flori e njerës, juve nuk e dini ndoshta, kjo për të gatu një herë është e paparë. Po për të rregullu shpinën është e paparë, po për baça është e paparë, për kafshë është e paparë. Okej, la është në gjë që ti nuk e bën ai gocë. Më tha një miku imi, vjetër që e kam qenë në shkollë mesme. Tha mu inshallah bushet menja me na mësu avionin, a helikopterin. Pse jo, Po ta dha trunit, tha me më shikojnë, tha, të fluturu avionat ushtarak, se jo këto, tha, të thjeshtit. Okej, nuk i di atë, edhe ndoshta. O mja burm, kam bo 4 baklava s'erdhe. Unë thash do vi kur të bësh mishthat, Ja, do ta përgatis. se mami ime reagon për mishthat. Lira, njeriu do të tregoj diçka se du të ndihmoj edhe këto njerëzit që kanë probleme, që nuk du ta pranojnë, po e kanë te forca vet. Tregoj një situatë një psikologu që si ka ndihmu ca njerëz. Atje dhe unë ty shumë. Ca njerëz shkojnë te psikologu edhe kërkojnë ndihmë. Edhe psikologu ju thot që ju kam shkruajt diçka te një letër, e keni të futën brenda një kopaku, dhe ta veni poshtë jastikut edhe do bëni filmime gjatë ditëve me radhë se si ndjesh për 2 javë. Okej? Edhe këta dita parë mirë, dita dytë pak ma mirë, dita tretë u shërun fare,
Edhe iki ke psikologu me këtë kopakun që do ta hapnin. Kur ikën atje, kopaku bosh, s'kishte asgjë. Është forca e mendimit. Ajo që ti mendon se diçka e mirë, diçka e bukur, diçka do të shëroje. Edhe Vërtetë po do e thënë. vë, po e vendose menjen se un jam mirë, do bëhesh mirë, s'ke ku shkon. Po binde veten që ti do shkoje mirë edhe do shkoje mirë, s'ka ku shkon. Ë ku e kam gjetë forcën unë kur ec bath, duke punu kopshtin. Aty e kam gjetur. Unë mendoj që energji negative ja jap universit, edhe nga qielli, nga hana, duke me çmenum jam. Po kështu e kam dalë. Më e mençme nga gjithë për Zotin. Kështu që Ajo që bën ti çdo është grounding, është meditation, pa, është shumë shumë është shëruese. powerful. Por nëse e gjeni të ajo letra bosh poshtë jashtëtikut, të letra bosh poshtë jashtëtikut, vetëm shëroni veten. Aty, kudo që ta gjeni veten, në çdo që të besoni, çdo që të keni menjen, mendoni dhe bëni vetvetja edhe vetjak për veten tuaj, sa më shumë, sepse fundja fundit çdo njeri në krevat vet që anë e qesh. Fjalë me thënë. Okej, la, nuk do të mbaj shumë se ke edhe punë nesër, po një pyetje të fundit kam unë. Si është thjesht një grua në një punë siç është puna e ndërtimit? Shumë interesante dhe du ta shpjegoj se un jam edhe ujor si natyrë, edhe po më thatë mos e bëj, unë e bëj 2 herë. Kundra rrymës. Edhe ne Uh, greshrit kështu pa kokmushka. uh, kur e fillova, isha jo e mbështetur dhe nga familja. Shneti, o ku shkoj menja, ku e gjete? Ti me atë që ke bo, me atë eksperiencë që ke në për spitale, studime që ke bo për fëmijët tatë, di ma shumë se doktorat. Seriozisht di ma tepër se doktorat. Po. Policin po, shkolla e policisë më njifte dhe në Angli. E kupton? Mund shkoja police, mund bëhesha infermier, mund bëhesha doktoresh. Çfarë të Po. ndoje mu këta me taka ose këta me profesion që duken që janë dikushi dhe ne të ndërtimit duken pak të rëndomt, e kupton? Unë atë du. Du baltën, du goshtën, du tullën, du murin, hekurin. Bëhem nga kukat e kamët me bojë typin tren, e shes të në lëk. Do të shpjegoj anën emocionale të kësaj pune. Për mos të ndje dhe mos të ofendu njerëzit që punojnë që janë fisnik ata njerëz që punojnë ndërtim. Por ka shumë njerëz që s'kan edukimin e mjaftueshëm edhe bazik. Po. Edhe duke qenë se nuk kanë atë lloj informacioni, ti dukesh si delja zez. Shnet ti, sidomos në kulturën tonë, shnet ti femër shqiptare, po çega dhe bjonde, po çega dhe e gjatë, po çega të u fut në ndartim. Kam pas koment nga ke ardhur me gjet burr. I thosha un po du me gjet burr, shkoj ke Costa. Shkoj ke Costa Coffee më shtunën pas ditë. Jo më shku Vetëm me një çiro palë shpin dalësh dhe gjen ti burra. ka të më ndryshme. Edhe kam pas paragjykime. Kam bo sherrë për këto 6 muaj, non birë nona vet. Së nuk ndalohem, po kam për të arrit maj, ato kam për të plas. Uh, ka pas raste që ka ardhur një shqiptar, ka dasht me më gjujt. Ka dasht me më gjujt e puna se më ke marrë punën. Por o shoku jam ma e zoja, me e bëj ma mirë se ti ma vlla, qa me të bëtë shumë? E bëj ma mirë se ty, hajde mbje, merrem me shtat, merrem me nuk jam e shtëpis fëmijës, si dush ti. Iku prej puna, ai 15 vjet të punu aty, iku, hajt shnet. Një shprehje e bosit tim ishte ti je këtu si një fshat të bardhësh, racist edhe vetëm ti je zëzaku. Po.
Edhe unë, Diskriminimi, niveli i diskriminimit kundër një po, gruaje. po, Interesante kjo. ë, unë, nëse një punëtor normal bonte një punë, mu donte të boja 2 ose 3 për t'i thonë që shife se edhe unë di, edhe unë mundem, edhe unë jam këtu. S'ka qenë as pak e lehtë. O po sherri sherr. O po s'ja le, ata për ta si njerë unë ngrit 3 herë. Uh, Jam me fat që kam gjetë një boss shumë mirë, që më lejon edhe të mësoj. Më lejon se kjo fush don eksperiencën e duhur. Kupton, nuk le njëri të mësu me që kish në dorë. Don eksperiencë për me mësu i herë e bashtrem marr pa bë drejt. Po. Jam shumë proud of myself se unë jam site supervisor in health and safety në kompaninë time. Jep, edhe pretendime jam shumë afër me përgatit me hap kompaninë time të ndërtimit vetëm me goca. Shumë shpejt. Yes! Yes! Ku ka goca që du me përnu ndërtim? Ku ka Ka, goca që me du me ka, përnu ka, ndërtim? Gjitha zburin me Kelen. ka Le ta goca. bojmë këtë ndër. O Kel, a kene vim punë për mumi? Se du Po, kam qef me ngull goca me lygjona. ma mirë se do quna që unë kam shku i kam riparu vetë punët, jena. Për zotin Sot po, isha, unë veni kam, isha të ti kam prish i përru mure, që Haj, ha sot që po isha bosha. shkatru mure. Edhe e kam antistres, ti bi murit unë, vena i surrat atë, apo në energji negative. Dhe mua Ja, me fut që kisha di dha. dhe unë ta që kisha. Të zjerë që të i natin që kam brënda. Por është puna që unë e dua, e adhuroj. Sepse unë kam qenë goca gjyshit, jo e babit e mamit. Gjyshi më ka dash shumë, ka ma afër. Edhe se kam pa një herë vetën si gocë, përtej se filtrat, leni filtrat të, se më kam pa dhe këto pa filtrat. Kanë fillu të më diskutu punën e paraqitjes. A kokra yllit, ma shit keshën. Okej, si me pita si pa filtrat i kokra yllit ke qenë në shpirti vogël, kështu që lere mos i mërë me milingonat, se ti e arush, Ja, s'ke punë me të. bëj shaka se du ta dramatizoj se i kam mërzit të shore vonë, edhe du të fut në një shaka kështu se I faleminderit që unë ata me lira, neve. po pa tjetër. Lira kur tregoja historinë time, nuk mu dukte si diçka normale, si kur po thoja se më thonin njerëzit, po ti pse s'qan? Yeah, O kam mosh do detë ato më. Po po. jam se njerëz. Uh, Nuk je i dobët se qan. I dobët je po urzove në ngrish mo. Po. Unë jam rëzu, jam ngrit, do rëzohem, do bi prap, do ngritem ma lart, ma lart, ma lart. Edhe unë ju falenderoj, ka shumë komente ka pas tu. Ka shumë njerëz kam patu qajt, ju kërkoj ndjes. Ti ke inspiruar, do me thënë, gjithë këta që ishin sot këtu, që mos të ankohen për asnjë gjë fare se që keni fllastuar që gjithë si ju dhe unë bashkë. S'pas kemi hallë fare. O dash ka forcë tjetër për ballosh jetën. Pas ka pasur sakrifica që shumica jonë shpresoj mos Ka mos t'i qenë në kalojnë. vështërsitë lira përveç në gjitha gjonave kam pas ajo vështërsia ekonomike që s'paguje drita, doni me t'i put, doni me pagu gjitha, të borin gjitha bashk. Qaje, doja të paketën e cigare për me mbledh me një me dalë në herë me marrë frym. Shumë shtrejt. Kjo, tanaj, jo se kam qenë për tace dhe nuk kam dash punën, se kam punu në çdo lloj mënyre të mundshme. Po ajo mungesa dhe kur shqiptarët më plotësun, ku unë kisha mundësi mi bë dhomën Alonsës, mi blej krevatin e ri me ratu fëmin tim. Disa të njerë i kam gjetë sa njerëz këtu. O zot, ja u kthev zoti me gjithë gjërat e botës. O Kela, po e ke meritu me Kela. E ke meritu t'i gjeta njerëz të mirë. Se je vetë e mirë, ke vetë shpirtin e mirë. Ti edhe kur bëhet fjala për fëmijën tënd, ti mendon për fëmijën e tjetrit. Patjetër.
Po jo, patjetër e thua ti, po jo të gjithë të thonë kështu Kela. Patjetër e thua ti, po jo të gjithë të thonë kështu, secili do mendonte për fëmijën e vet. No. Është shpirti i që është i tillë, është shpirti i që është i tillë dhe prandaj Zoti ti ka shpërblyer dhe besoj që nuk i ka shpërblyer akoma, nuk ka filluar akoma ti shpërblej Zoti të njërat. Parashikoj një të ardhme shumë të bukur për Kelën, sepse Kela e meriton që universi t'ia shpërblej gjitha këto gjërat që ka Diku e shoh kaluar, shpërblimin, ka kaluar. kur shoh çunin mirë përpara. Pikërisht. Ha, Michael, Na erdhi adres falso. na Të ke bë me përshëndes qaf, të na ke bë me puzumbëm. qesh. Dhe siç domethënë kisha unë atë idenë time që kisha formuluar në kokën time, fikse ashtu, nuk jo se kisha dyshime, kupton? Thjesht nuk e dija historinë tamam, kisha dëgjuar me copsa, sepse unë jam shumë prekem jashtë mase shumë dhe nuk i lexoj këto, e kam shumë vështirë të lexoj këto histori të vështira, se prekem jashtë mase shumë. Dhe Kastile nuk i lexoj ndonjëherë. Marr vetëm pak fare informacion, them okay, kaq është boll. Se nuk e përballoj dot emocionalisht. Dhe kjo është Mundohem të fort për një kohë shumë të gjatë, se kam qenë e fort dhe unë nuk kam qarë dikur, po tani kur je e fort për një kohë tepër të gjatë, vjen një moment që të preket edhe një gjë e vogël fare pastaj. Picasso, ti shtof Zoti e faleminderit, aman nëse e ke bo njet, çoje në fëmijë tjetër smur, se un jam të puna, doja dal vet, kur s'kisha më dhan, ty ti shtof Zoti i bofsh miliona zot. Njerëzit e mirë e gjejnë gjithmonë njëri tjetrin, mendoj. Shumë faleminderit. Po un tani në këtë moment jam të punu vet. Sa të kem takat, derisa të jem alon se mirë. E le më shkoj prapë të nimat. Të bëjmë tani. Kurdo që të kesh nevojë ti vetëm na thuj Kel. Se po gjitha që janë këtu do jenë gatshëm. E kam. Sa i mirë. Seriozisht, ne e kam shpërndar gjithmonë, edhe do ta shpërndaj, edhe ta lexoj njerëzit, jo për jo për të qenë gjunaf, po për t'ju tregu tjerëve si ja dolim ne mund t'ja dilni dhe ju. Du t'ju jap forcë, du t'i ngri, du t'i kap për dorë, t'i themën hajde këtu se. Ja ku e kena Alonso mes nesh. Love you man. A është aty Alonso? Dërgoj lule, është këtu të live. Oh, zemra ime, Alonso, we love you baby. Alonso në Ja, kom qësë. Normalisht dhe ishte fëmijë veçantë, se fëmija e Kelës, edhe nuk mund t'ishte ndryshe. Një inspirim total. Je inspirim total, Kel. Je inspirim total. Je literalisht mishërimi i forcës së gruas shqiptare që vetëm nga i shpirti jot mund të buronte. Edhe prandaj dhe Zoti të ka ndonjur afër edhe do të vi gjithmonë afër se vën dyshim fare. Shumë faleminderit Kel që ndave me neve. Ishte një ndonjë shumë ishte kënaqësi, ishte shumë kënaqësi, edhe ti e di se unë ju kam shumë gjatë ju. Kel, besoj se ke admirimin e gjithë shqiptarëve të Londrës. E di, absolutisht. Është një punësh e vërtet. Edhe unë për mua është një kënaqësi jashtëmase shumë e madhe që kam pasur fatin të të njoh personalisht, kemi shpenzuar jo shumë kohë, po pak fare. Por energjia e njeh energjinë. Patjetër. Energjia e njeh energjinë. Tash më keni bërë për cigarë, për zonë tapimi cigarë gjithë pashë të Kel se na ke bërë për cigarë, me thonë drejtën. Shiko, kam ngel pa fjalë fare, se unë e dija që do ishte një histori prekse. Ja, kam ra shumë në për kështu. Atë, për një orë është, e kam parasysh që për vetëm majat fare. Por,
E ka të ka menduar shumë shpesh herë, dhe mendoja, edhe je literalisht source inspirimi, sepse thoja kur ja del kjo vetëm me gjithë të halle, unë s'kam asnjë lloj, domethënë, justifikimi për mos t'ja dal. Lira, po të më pyesje mua, do ta bëje dot këtë historinë tate dhe thoya unë se shoh dot në film, jo me e kalu. Po E kur di se ti je dhe ti aty, ma më thonë, kur më thuti mua je e guximshme, them po kjo seriozisht e ka kjo, s'është paga akoma pasyr se kush është. Ç'ne unë? S'ka lidhje fare. Ato që ke bërë ti kanë qenë ke qenë ahead of your time, përpara kohës tënde, domethënë që e re bëje rolin e policës, një profesion tepër i vështirë në një kohë tepër të vështirë. shumë tepër të Se nuk vështirë. është si sot ka plot policia shqiptare. Po në 2003-shin duhet të kishe një guxim të papar bëje policën, se dhe vetë edhe burrat që ishin policë kishin frikë ta bënin policin në atë kohë. Është e vërtetë. Je pa parke. Në Angli për momentin nuk kam familjar, ë nuk kam njëri, jam vetëm me çuni. Domethënë kam botën, po jam me çuni. Kështu që nuk kam njëri timin edhe kam pas për një kohë vllai e madh, edhe vllajën e vogël falni, edhe ai iku me familje. Çdo njeri ka jetën e vet, po të thonë çfarë do bëjnë njerëzit, unë rria më shumë në spital, çfarë do bënin? Po ashtu Unë është. njerëzit kanë bërë mjaftueshëm për mua, s'kishin çfarë më bë. Nuk gjithsesi diti sa me fat jam që jam këtu. Ti tregoj arsyet pse jam me fat, edhe pse e shikoj gotën plot. E para, që jam non, kam emrin më të bukur në botë. Edhe ja uroj çdo lloj femre, çdo lloj njeriu ta përjetojë si ndjesi. E dyta, se kam qenë në Angli, se më kishte lind fëmia në një vend tjetër, s'doja kishte dalë. E treta, kam pas ku të flej, kam pas shtëpi, kam pas për të ngrënë, edhe më ka lënë Zoti me njën e kokës, Po, fix. edhe forcën fizike, si kështu. O të ka bo Zoti, Këtë ka punë, markuar kur ka bo Zoti ty, okay. Ka thënë kjo, shiko se gotë mirë ditë tash, ja kupton. Nora Kelmendit nga mirë dita më duket se ishte apo jo? se di. Nora Kelmendit mirëtore ishte edhe ajo. Gocat shqiptare janë të gjitha të forta, një mënyrë apo një tjetër, çdo dritare ka histori. Edhe gjitha, po ta shpjegojnë historinë e vet, do të çajmë gjithë. A e kanë guximin për të tregu detajet? Kjo është dhe 90% e situatës nuk kanë guximin të flasin e të tregojnë vërtetën. Edhe Sepse jetojmë në një botë që na ka vënë shkelmin në fytë dhe nuk na lë ta themi të vërtetën, edhe kur e themi të vërtetën thon po gënjen. ose po gënjen, ose paragjykohesh. Dy janë. Asnjë nuk ka lind fëmijë i negativ. Ne do të shohim shkak pasojë. Në shkaku pasojë Po, çon drejtime të ndryshme. Kishim lind edhe ne në një vend që na manin prindrit në pllam dorës, nuk do kalonin trauma të tilla, apo do kishna trauma të tjera, së mblevi çantën Louis Vuitton, po ma blevi Gucci. Do të po. gjenim Ose trama është pas tim zemër çfarë thotë. Si kishim pasur ne ato lloj javë kështu të budë ishim sot. Ne me kishim trauma dhe sa kemi ecur. Imagjinoni të kishim qenë pa trauma. Do kishim pushtuar botën 100%. është bim kontradikt me këtë që themi, por me thon drejtën, edhe ajo jeta e vështirë më ka bë mua që unë të jem kjo që jam edhe të mos dorëzohem në një familje edhe pse ishin patriarkale ka marr edukatën e tyre. Se njeriu nuk dorëzohet. Edhe më mirë të jem rrit në atë familje edhe me këto tramat si jena gjysë budallej, të jem gjysë budall, po të jem i fortë, se sa është kontradiktore se bin kontradikt me atë që themi që jemi rrit me trauma, jemi rrit me stres, me probleme, po ky lloj stresi, ky problemi, kjo forca, kjo edukata që na ka dhënë prindri për shembull, gatuj, laj, pastro, bë, kjo mu ka Po, dasht një jetë po. që unë Kjo është as gjithë jetë. t'ja dal vetëm. Po. Na ka bërë gjithë, na ka traumat
do kishte qenë bukur sikur mos i kishin pasur traumat, sikur mos kishte pasur luftë domethënë, do kishte qenë më bukur se s'do ishim kaq të goditur sa qemi. Por ajo që the ti na ka stërvitur jeta, na ka stërvitur jashtëmase shumë. Kështu Lira, që po s'do pak dija me ba flimë, s'do dija me gatu, me ba byrek, me ba po ato do i baklava. thosh edhe me luftë me pa luftë, kupton, i prodhet pa luftë ato, s'ishte nevoja për luftë civile që Jo, nisën ato. e tham për këtë që edukatën që kemi marrë në familje, ndoshta pak rrath, kështu se të ashpër, por e domosdoshme besoj. Për ne, paktën që nuk kishim informacionin e duhur, Ishte vitale, na u duhej për të mbijetuar. Exact. Exact. Se kisha doktoresha që vinin e më thonin ta kisha gocën 10% sa ty. Kaloj ajo goca jote 10% që ti. Ajo Nuk çantë s'kam bo thojt sot. nuk ka material që goca jote me kalu këto që kena kalu neve. Jo, Ka brum s'ka. këtë gjë. Fix. Prandaj ajo gatimi o blak. Me thonë drejtën kur shikoj ata fëmijë në Shqipëri që me zi u blejnë ilaçe, më vjen zor me u anku. E lirë më vjen turp. Kur e mendoj thellë, domethënë Më thu ti, kur e më ta mendoj mbyll fort thellë, këmbë. është për ta mbyll gojen, mos me fol më, e me thënë na falni shumë, kërkoj ndjes, se thash se unë jam me fat, Allah mos me va pas lek me i dhon djalit ilaçet, nuk kishte kalp dheu. Po. Kështu që ju kërkoj ndjes për ju që s'keni pas mja dal këty në situatave të spitalit, shteron. Kërkoj ndjes ju nonave që keni luftues, që keni dal dot, sepse kështu e dha jeta. Por që nuk gjej fjalë, nuk gjej fjalë. Unë ju falenderoj shumë mirë që kam pas komente, kam ndryshmet edhe s'kam pas mundësi me u kthy. Edhe jeni të jashtëzakonshëm. Shumë faleminderit. Jetë je jashtëzakonshme Kel. Faleminderit ty për kohën tënde. Ke pasur një ditë super të ngarkuar, ke qenë e lodhur, e di që ke ardhur vonë nga puna. Edhe shumë faleminderit që erdhe sot e ndave historinë tënde. E di që do frymëzosh, do vazhdosh të frymëzosh akoma shumë vajza shqiptare që ta marrin jetën e tyre në dorë. Patjetër, Dhe absolut. burrlesha si gjitha gratë shqiptare që ja kanë dalë vetë. Ka sa dush. Luftojnë pa zë. Shiko, lufta më e madhe është pa zë. Po patjetër. Lufta më e madhe është pa zë. Nëse dal zëri është vetëm maja e icebergut. X. Nice. Unë ju përqafoj. Ju Shumë uroj një faleminderit natë të Kel. këndshme. Faleminderit për kohën që më gjut. Lira unë të kam shumë, po shumë gjë. Edhe unë Edhe ty shumë falenderoj faleminderit. që më kishe pjesë të live-it, se kemi pas jashtëzakonisht shumë njerëz. Jam habit. Kemi pas tepër. Ishte vërtet. Da, Shiko, i mlodhe ti Kel. I mlodhi historia jote dhe kuraja jote dhe guximi jot. Ata erdhën dëgjonin që të inspiroheshin dhe sot i ke inspiruar gjithë ato njerëz. Dhe do inspirohesh akoma më shumë se do e bëj download këtë videon dhe do e postoj që ta shikojnë dhe të tjerët se është vërtet një histori që shumë vajzat duhet ta dëgjojnë. faleminderit shumë. Edhe ju uroj një natë të këndshme se unë nesër jam ndërtim. Shku Shumë me prish faleminderit. shtulla nesër unë. Nesër do bësh shefin ti edhe Punoj, unë nuk bëj veshevin, se si le vegla të ngjallë botë. shiko, kam qef vi një ditë vetëm shikoj nga lart. Ule me një kafe dhe vetëm shikoj se si je putra këtyre meshkujve që i bën rreshtore. Vetëm kaq dua, domethënë do jetë vita më e bukur e jetës time. Kur janë punë të rrezikshme i bëj vetë se kam frikë se më bëj zhvinamin. Kështu që i bëj vetë punën. Ju puthi përqafoj, ju kam shumë gjanë gjithë, forca, çdo lloj situati të jeni për momentin nuk është e përjetshme, ikën, mbaron,
ec përpara. Ditë e re. Si Shqiponja, ata pikrat. Patjetër. Natën e mirë, Faleminderit. natën të Natën gjithëve, e mirë. natën e mirë. Faleminderit shumë. Natën e gjithë. Natën e mirë gjithë që na ndoqët dhe ndjetët me neve. Jeni shumë të mirë, shumë të respektueshëm. Shihemi sërish të mërkurën tjetër, ku do të kemi një tjetër të ftuar special, një tjetër histori prekse, një tjetër burnesh shqiptare, e cila do vi këtu dhe të ndajë historinë e saj me ne. Natën e mirë gjithë dhe ju dua jashtëmase shumë, shumë faleminderit. Alonso, një përshëndetje speciale për ty zemër. Natën e mirë gjithë.